Fiku është një nga frutat më të vjetër që ka shoqëruar njeriu ndër shekuj. Në pamje duket i thjeshtë, por brenda tij fshihet një botë e pasur me fibra, minerale dhe përbërës bioaktiv që ndikojnë pozitivisht në shëndetin e zorrëve. Çdo kafshat e fikut sjell fibra që nuk treten plotësisht nga organizmi ynë, por udhëtojnë deri në zorë të trash, ku bëhen ushqim për bakteret e dobishme të mikrobiotës. Kur këto baktere ushqehen me fibrat e fikut, ato prodhojnë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër, si butirati, i cili shërben si burim energjie për qelizat e zorrës së trash dhe ndihmon në ruajtjen e integritetit të barrierës intestinale. Pikërisht për këtë arsye, një frut i thjeshtë mund të ketë një ndikim shumë më të madh se sa mendojmë në funksionimin e sistemit tretës. Fiku është gjithashtu një burim i mirë kaliumi, magnezi dhe antioksidant, sidomos fishte me ngjyrë më të errët, përmbajnë me shumë polifenol, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ. Në anën tjetër qëndron kefiri, një ushqim i fermentuar që prej shekujsh është përdorur në shumë kultura. Ndryshe nga qumshti i zakonshëm, kefiri është rezultat i një fermentimi natyror, gjatë të cilit bakteret dhe majat e dobishme transformojnë përbërjen e tij dhe krijojnë një produkt shumë më kompleks. Kefiri përmban mikroorganizma të dobishëm që ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit të mikrobiotës. Dashur miq, mirëmbrëma dhe një herë tjetër nga televizioni INTV. Jemi dhe në këtë mbrëmje për të folur dhe për të diskutuar mbi një temë e cila është shumë e rëndësishme. Dëshiroj që të na dëgjoni me kujdes. Nëse stina e verës është në mesin e saj, temperaturat janë shumë të larta dhe trupi i njeriu patjetër që ka nevojë për hidratimin e duhur. Ne kemi folur si çdo emision tjetër, madje edhe sezonin e kaluar, për ato fruta ose për ato ushqime të cilat i duhen zemrës, trurit ose gjitha organeve. Por nuk kemi ndalur shumë për të folur mbi dy produkte ose mbi një produkt që unë në stinën e verës e preferoj shumë, ku e lidh edhe me tretin e ushqimit. Bëhet fjalë për fikun. Çfarë është fiku, përfitimet e tij, domethënë mineralet, vitaminat dhe disa lëndë aromatike ose disa polifenol që ai ka, të cilat janë përfitimet në shëndetin e zorëve, në shëndetin e stomakut, sikurse edhe në endotel. Tani, ne jemi në stinën e verës, siç unë ua përmenda, dhe nivelet e hidratimit ose konsumimi i ujit tani duhet të jetë jetik. Fiku ka disa elementë që duhet që të më dëgjoni me kujdes. Përmban një grë, kryesisht një kokër fiku që mund të jetë rreth 40 ose 50 gram, mund të përmbajë afërsisht rreth 115 mg kalium. Pra, minerali i parë që ndodhet në sasi shumë të lartë tek fiku është kaliumi. Kaliumi është i rëndësishëm për zemrën, për kontraktimet muskulare në miokard, është i rëndësishëm për funksionet ku ka impulse elektriku, pra ku ka impulse elektrike ose për sistemi nervor autonom. Nga ana tjetër, siç ua përmenda, rreth një kokër fiku normale përmban rreth 115 mg kalium, që kaliumi është mineral i mirë rëndësishëm me magnezi në stinën e verës. Është mjaft i rëndësishëm sepse ka sasi shumë të larta të ujit, ndonse 50 gram është një kokër fiku, ai ka rreth 70 deri në 80% të tij ujë. Ka dhe studime cilat sugjerojnë, ka dhe prova klinike që i bën shumë mirë motilitetit ose mikrobiotës, pra rrit pjesën e acideve yndyrore, përmban një fibër natyrale i cili quhet pektin. Nga ana tjetër, fiku ka dhe disa enzima të cilat bëjnë të mundur tretin e ushqimit, e cila quhet ficin. Pra, enzima e cila bën të mundur tretjen e proteinave në peptide më të vogla quhet ficina. Ficina është një enzim ku në qendrën kryesore të saj ka cisteinën ose një proteazë cisteinike dhe bën të mundur denatyrimin ose coptimin, zbërthimin e proteinave në peptide. Çfarë përmban tjetër fiku? Përmban kalium, që unë e përmenda, në një kokër fiku ndodhen rreth 115 mg kalium, përmban ficinën, e cila është e rëndësishme për të zbërthyer proteinat në peptide, nga ana tjetër përmban acid siringjik protokatekuik. Acidi siringjik dhe protokatekuiku janë antiinflamator të fuqishëm dhe mbrojnë enë të gjakut. Përmban acid galik dhe acid vanilik. Pra acid siringjik, acid vanilik, acid galik dhe acid protokatekuik. Acidi galik përsëri nga mikrobiota e zorës së trash konvertohet në disa metabolit antiinflamator. Tani dua që t'u them dhe një sekret. Konsumimi i fikut duhet që të jetë së bashku me lëvorin e tij. Fibrat më të shëndetshme, sikurse dhe ficina, ndodhen tek ai lëngu i tij i bardhë. Pra fiku duhet konsumuar siç është, me pjesën e lëvoris së tij. Dhe në çdo strukturë të tij janë polifenolët, iridoidit, ksantonët, madje dhe lëndët e tij antioksidative. Fiku ka dhe një lëndë tjetër, e cila quhet abscizik acid.
Atëherë, abscizik acid është një fitohormon bimor që ndihmon integritetin e barierës, ndihmon florën intestinale dhe redukton disa citokina inflamatore, interleukin 1, interleukin beta 6, TNF-alfën dhe modulon përgjigjen imunitare. Ndërkohësisht ka dhe një lëndë tjetër që unë do ta them për në fund, por ne do të përqendrohemi pak tek grupi i mineraleve, kryesisht tek kaliumi. Tani në stilin e verës, frutat që janë me kalium, siç është bostani që ka shumë kalium, kajsit, kumbullat që kanë shumë kalium, ashtu përfshihet edhe fiku. Fiku është një laksativ organik shumë i mirë. Madje nëse ne bëjmë, pra nëse ne bashkojmë ujin edhe fikun, është një metodë shumë e mirë dhe për të ndihmuar defekimin. I keni dëgjuar dhe ju që fiku, mund ta themi ne, fermentohet, pra fermentimi i fikut që mund të lihet ose janë këto emërtimet që ne përdorim në terminologjinë popullore, pra fiqt e thatë që lihen në një kavanoz dhe më pas i shtohet edhe ujë. Kjo mund të japi një lëvizshmëri më të mirë florës së zorëve dhe ndihmon pjesën e defekimit. Pra është edhe një frut që përdoret kundër problematikave të defekimit ose konstipacionit. Nga ana tjetër, këtu lëndët që ua përmenda pak më parë, te kjo pjesa e lëngut të tij të bardhë ndodhet enzima e cila quhet ficin. Ficina është ajo që bën denatyrimin ose coptimin e proteinave, që proteinat i zbërthejnë deri në peptide. Më pas, fiku ka dhe një lëndë tjetër e cila është një lëndë aromatike, një aldehid aromatik, quhen benzilaldehidet. Benzilaldehidet metabolizohen nga funksioni mëlçisë dhe i veshkës. Benzilaldehidet quhen dhe aldehidet aromatike. Nivelet e tij, pra kur ne marrim, ato ndodhen edhe tek kajsit, ndodhen tek bajamet, japin atë aromën karakteristike ose atë veçantin e shijes së hidhur. Ashtu janë edhe tek fiku, por nuk duhen kaluar doza të caktuara. Benzilaldeidi metabolizohet dhe formon acidin benzoik, i cili formohet nga aldehidi hidrogenazë në acid benzoik. Acidi benzoik nëpërmjet glicinës dhe nëpërmjet një enzime e cila quhet glicin aciltransferaz konvertohet në acid hipurik. Pra metabolizimi i këtij aldehidi aromatik, i cili quhet benzilaldeid, nga acidi benzoik në acid hipurik bëhet nëpërmjet mëlçisë dhe veshkave. Dhe acidi hipurik në nivele të konsiderueshme ka veti antimikrobiale dhe antiparazitare përkundrejt disa mikrobeve, baktereve dhe disa parazitëve. Nga ana tjetër, fiku është një frut shumë hidratues, pra konsumimi i tij pas një vakti ushqimor që mund të jetë pak i ngarkuar është shumë i vlefshëm sepse ndihmon në coptimin dhe në zbërthimin e proteinave. Supozojmë sikur kemi konsumuar një ushqim që ka qenë pak i rëndë ose që ka qenë një ushqim me yndyrën pak në nivele më të larta, sikurse me proteinë në nivele më të larta. Konsumimi i fikut patjetër që do të lejojë dhe do të ketë do të përbëjë një faktor të rëndësishëm për një tretje më cilësore dhe do të ndihmojë zorën e trash. Ua thash pak më parë që ka dhe veti për motilitetin intestinal. Do të ndalemi pak edhe tek dy mineralet e tij që ai përmban. Ai ka bakër dhe mangan. Mangani është kofaktor i disa metaloenzimave. Metaloenzimat ne i kemi përmendur në emisionin e caktuar që janë të rëndësishme për të bërë të mundur pra heqin aminoacidet nga vargu karboksilik, domethënë nga vargu fundor i strukturës së peptidit ose i tripeptideve, dipeptideve apo i oligopeptideve. Dhe mangani është kofaktor kryesisht së bashku me zinkun, që ishte metaloenzima kryesore në procesin e karboksipeptidazës, ishte edhe një faktor mangani për të ndihmuar funksionin e këtyre enzimave. Pra mangani që ndodhet tek fiku, sikurse dhe bakri. Bakri është kofaktor i një enzime e cila quhet ferrooksidazë ose ceruloplasmin, që fiku ndihmon dhe në problematikat kundër anemisë. Pra këtë mos e harroni. Konsumimi i fikut është shumë i vlefshëm, jo vetëm për të ndihmuar ose për të lehtësuar problemet me defekimin, me konstipacionin, fiku i thatë që ua përmenda pak më parë, ose uji i fikut të thatë që mund të lihet në një kavanoz dhe mund të përdoret ose mund të konsumohet ditën tjetër, fiku ndihmonte njëkohësisht dhe për të patur një përthithje më të mirë të hekurit, sepse përmban dhe mineralin e që bakri ishte minerali kryesor që formonte ceruloplasminën, e cila përbëhet nga 6 deri në 7 molekula të bakrit. Pra,
formimi i ceruloplazminës ose i ferrooksidazës, e cila bën të mundur oksidimin e hekurit para se të hyjë në gjak, është i varur nga atomet e bakrit. Ceruloplazmina ndodhet te struktura e membranës bazolaterale tek enterocitet përpara se ajo të transportohet nga transferina që shkon pastaj dhe depozitohet në mëlçi. Nga ana tjetër, këtu kishim dhe çfarë përmbante fiku, pra sa kalium që unë e përmenda pak më parë, sa ujë përmbante, dhe patjetër që gjëja që ai ka të veçantë është pjesa e përmbajtjes së kaliumit. Kaliumi është ai minerali që kërkohet në nivele më të larta tani në stinën e verës sesa nga magnezi. Nivelet ose nevoja ditore e kaliumit është shumë herë më lartë se sa e magnezit. Ja ku jemi dhe këtu, që në gati 100 gram konsumim të fikut mund të ndodhen rreth 232 mg potasium. Disa njerëz do thonë që po shiko se ai ka sheqer, ka karbohidrat. Domethënë nuk mund të provokojë ai rritjen e insulinës. Patjetër, nëse nuk kalohet doza, nuk ka se si të jetë problem. Ne nuk po themi këtu që të konsumohet një hark me fik. Kjo nuk ndodh dhe nuk ka se si të ketë një arsyetim të logjikshëm dhe një arsyetim racional. Domethënë ne po kthehemi këtu përfitimet e tij që njeriu mund ta përdori atë në fakte të ndryshme ose në përditshmëri ose kur ka ndonjë problematik me zorën e trash. Nuk po themi këtu që të konsumohen një qeske e madhe me fik dhe kur ne të mendojmë se ai ka përfitime shumë mëdha dhe ne të vijemi aty dhe të bëjmë të mundur që të mbarojmë gjithë arkën ose gjithë qeskën që kemi marrë nga një shitës ose nga një vend që mund të shiten fruta dhe perime. Nuk është kështu. Konsumimi i tij gjatë ditës mund të jetë 3 deri në 4 kokra, mund të jetë 2 kokra pas një vakti ushqimor, mund të jenë 5 deri në 6, pra në varësi të ditës dhe në varësi të vakteve të ushqimit. Më së shumti, unë preferoj dhe këshilloj që të konsumohet kur ne konsumojmë ose kur ne kemi përdorur një ushqim që ka pasur nivele të larta të proteinës dhe të yndyrnave, sepse ndihmon në shpërbërjen dhe në zbërthimin e proteinës, pra të sekuencave të aminoacideve. Nga ana tjetër, ai është mjaft i rëndësishëm dhe për kolonocitet. Kolonocitet janë ato qeliza të cilat zakonisht përbëjnë strukturën e zorës së trash. Dhe kolonocitet janë qeliza shumë të rëndësishme sepse sekretojnë dhe elektrolite, sekretojnë dhe lëngje për ta bërë të mundur që defekimi ose feqja të jetë sa më e butë dhe të jetë e zbutur. Dhe ndërkohësisht fiku fal mineraleve të tij që përmban magnezin, kaliumin, bakrin, manganin, i bën kolonocitet që të mos irritohen, pra irritim do të thotë që të mos ashpërsohet pjesa e mbeturinave ushqimore aty duke ofruar një defekim më të mirë. Pra ndihmon procesin e defekimit. Ndihmon dhe në oksigjenimin e enterociteve. Enterocitet janë qelizat sekretuese të epitelit intestinal, që e patëm thënë se ato prodhojnë dhe peptida antimikrobiale, molekula sinjalizuese drejt për drejti në gjak, por i prodhojnë që të ketë edhe funksion lokal në mënyrë autokrine dhe parakrine, ndërkohësisht fiku ndihmon edhe një pjesën e mukozave, domethënë mukozën e duodenit ose mukozën e kolonit. Pra ndihmon që të ketë inflamacion më të ulur zora e holl, sikurse dhe ndihmonte në mbështetjen e trajtimit të anemisë, pra është i lidhur me mbështetjen e trajtimit të anemisë ferrodeficitare. Jo çdo lloj anemie, ne kemi me pjesën e anemisë hekurit, pra depozitimit ose niveleve më të ulura të depozitave të hekurit që quhet ferritin, jo të anemive të trashëguara ose të anemive të cilat lidhen me problematika të tjera shëndetësore. E kemi fjalën për anemin ferrodeficitare, sepse duke qenë dhe niveli i bakrit, ajo ishte kofaktor i disa enzimave, i një enzime e cila quhet ceruloplazmin ose ferrooksidaz. Nga ana tjetër, këtu ndalemi përsëri tek zora e trash që dihet, unë ua kam thënë disa herë, po ua specifikoj edhe tani në stinën e verës që nëse ne kujdesemi nivelin e duhur të hidratimit, pra ajo që ne kemi nevojë më së shumti tani në stinën e verës në temperaturat e larta është patjetër konsumimi i ujit. Konsumimi atyre frutave të cilat janë të përbëra dhe nga ujë, por kjo nuk do të thotë se një lëng ujshtrydhur ose një lëng artificial frutash bën të mundur zvendësimin e ujit. Asnjëherë nuk zvendësohet uji. Uji është lënda e parë që duhet konsumuar tani në stinën e verës, sepse i bën mirë veshkës, mëlçisë, qarkullimit të gjakut dhe çdo organi tjetër. Prandaj,
fal ficinës, fal benzilaldehidit, fal edhe absizikacid, i cili absizikacid ishte edhe një fitohormon bimor, ku në nivele të konsiderueshme ka veprim antiinflamator, antimikrobial dhe modulon dhe disa receptor në qelizë, të cilët quhen sensorët qelizor të inflamacionit. Sensorët qelizor të inflamacionit detektojnë ku ka inflamacion qeliza dhe zakonisht janë kudo nëpër mukozat e organeve, si jashtë qelizës, por dhe brenda qelizës. Atëherë këtu janë edhe komponentët bioaktiv të fikut, që e tham pak më parë që përmbante polifenol, acidin siringjik, acidin protokatekuik, acidin vanilik dhe acidin galik, që acidi galik konvertohet në metabolit të tjerë antiinflamator të rëndësishëm për trurin. Përmbante tanina, alkaloid aromatik, si që ishte benzilaldehidi, që metabolizoi nga mëlçia dhe nga veshka në acid benzoik dhe në acid ipurik që ekstretohet më pas në urin. Përmbante ja ku e kemi pektinën, antocianinat dhe ficinën. Pra pektina është një fiber i mirë për zorën e trash, ndihmonte në problematikat e defekimit. Ficina ishte një enzim proteolitike ose një proteaz cisteinike ku për aktivitetin e saj kërkohet aminoacidit cisteinës dhe bënte të mundur ndihmonte në zbërthimin e proteinave deri në peptide, sikurse dhe antocianinat. Antocianinat janë të vlefshme sepse janë ato pigmentet natyrale ose pigmentet antimikrobiale që ka sikurse dhe mjedrat, boronicat, manaferat, ashtu sikurse dhe fiku. Pra, në rreth një kokër fik mesatarisht, që ai mund të jetë rreth 40 ose 50 gram, ndodhen rreth 80% e tij e ujit, sikurse dhe rreth 115 deri në 120 mg kalium, që kaliumi është një mineral jetik për funksionin e zemrës, kontraksionet muskulare, impulset elektrike, funksionin e sistemi nervor autonom, sikurse dhe për gjithë elektricitetin në qelizë, madje dhe për zinxhirin respirator të mitokondrive, që do ta themi në emisionin tjetër. Dhe ato fruta që unë i këshilloj më së shumti në stinën e verës janë patjetër bostani, që është edhe stina aktuale, është pjesa konsumimit të fikut, kajsit e thata, kumbullat e thata. Prandaj, sikurse dhe me fikun, unë do të përmend edhe një produkt tjetër ushqimor që quhet kefiri. Kefirin ju e njihni gjithë dhe unë ua kam thënë dhe në disa emisione të tjera. I zgjolla këto dy produkte sepse janë shumë të rëndësishëm për pjesën e florës intestinale. Kefirin e kemi thënë që është një ushqim i fermentuar, i cili ka përfitime shumë të mëdha në trup, por nga marketet nuk mund të merren kokrat e tij dhe mund të fermentohen me qumshtin. Pra kefiri formohet nga fermentimi i qumshtit duke marrë dhe kokrat e tij dhe formohet kefiri. Kefiri përmban bacile të mira, përmban prebiotik, përmban probiotik shumë të mirë, Bacillus, Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus plantarum, përmban shtamën e bifidobaktereve, por nuk duhet të jetë i kontaminuar me produkte të tjera. Kefiri shton edhe proteinën ose shton prodhimin e proteinës kryesore të mukusit intestinal. Pra, është një produkt mjaft i vlefshëm sepse shton proteinën kryesore të mukusit intestinal, aktivizon dhe protein kinazat e aktivizuara nga adenozin monofosfati, është një sinjalizues qelizor që bën të mundur që dhe mitokondrit e dëmtuara të kenë një proces më të mirë rregullator. Pra, ky quhet një proces më i thellë se sa autofagia dhe quhet mitofagia. Pra, kefiri dhe fiku janë disa produkte ushqimore që ndihmojnë më së shumti zorën e trash dhe na lejojnë që ne të kemi një hidratim më të mirë. Nuk na bojnë që ne të kemi etje, që kefiri mund të konsumohet siç është kosi në stinën e verës, që mund të konsumohet dhe në formën e një dhalli, por patjetër që nivelet e kripës nuk duhet të jenë nivele të larta, sikurse dhe kefiri, sikurse dhe fiku që e tham që mund përdoret edhe në formën e tij të thatë me ujin. Kefiri përmban dhe lëndë të rëndësishme, cilat unë i kam përmendur, bakteroide, ndihmonte dhe në prodhimin e acideve yndyrore, sepse acidet yndyrore i kemi përmendur që janë disa acide të vogla, të cilat ndihmojnë edhe në funksionet cerebrovaskulare, butirati, propionati. Butirati është acid yndyror që është shumë i vlefshëm për funksionet kognitive, për funksionet në hipokampus, për funksionet e shtelisë kryesore në hipotalamus, ose acidi butirik, që acidi butirik konvertohet edhe në hidroksid butiril koenzimën A.
që adihidroksibutil koenzima më pas i nënshtroi një beta oksidimi dhe formonte acetoacetatin nëpërmjet disa enzimave. Pra acidet yndyrore bëjnë të mundur që të formohen dhe bëjnë të mundur që prej tyre të formohen edhe ATP ose adenozin trifosfat nëpërmjet procesit të beta oksidimit. Prandaj kefiri dhe fiku ndihmojnë zorën e trash, janë të pasura, kefiri është i pasur me prebiotik, këtu është funksioni tim i rëndësishëm, rrit proteinën kryesore të mukusit intestinal, MUC2, sikurse dhe protein kinazën e aktivizuar nga adenozin monofosfati, modulonte receptorin ose sensorin e inflamacionit qelizor, dhe fiku përmbante ficinën, benzilaldeidin dhe abscizik acid, sikurse dhe polifenolet ose antocianinat e tjera, por më i rëndësishëm është konsumimi i tij, këtë gjë nuk duhet ta harroni, konsumimi i tij së bashku me lëvorën e tij, por patjetër duhet lahet, duhet të pastrohet dhe duhet konsumohet. Dhe nuk këshillohet frutat nuk këshillohen që të konsumohen lëngje të shtyllura, por siç janë me pektin, me antocianina dhe me gjitha vlerat e tyre të cilat përmbajnë. Nga unë miq Luciano Bardhi, emisioni tjetër do të jemi për të folur për disa procese shumë enigmatike dhe jetike për ujin, ose rreth disa funksione misterioze të tij. Uroj një natë të këndshme dhe mos harroni që të konsumoni ujë siç duhet dhe të bëni aktivitet fizik në këto ditë të nxehta, por hidratimi dhe konsumimi i lëngjeve gjatë ditës, sidomos për persona cilët kanë sëmundje kardiovaskulare, metabolike, tension, diabet, problematika me enë të gjakut, konsumimi i ujit është shumë i rëndësishëm dhe patjetër kujdesi nga rrezet e forta të diellit gjatë mund ta themi qëndrimit në oraret e drekës. Kujdes me këto lëvizje, por uji është jetik. Natë e mirë.